Si reagon ti përballë dobësisë së tjetrit? Tregon atë që ti je në të vërtetë. Mesazhi titullohet Altari që ndërton brezat. Gjëja e parë që Noe u bëri pasi doli nga arka ishte ndërtimi i një altari. Përpara se të ketë një komb, do të ketë një shtëpi. Betejë më e madhe është betejë për familjen, sepse pa familjen dhe altarin brenda saj nuk kemi asnjë gjë. Pa Zotin në qendër, pa Biblën në kulturën e saj, është një familje e cila nuk do të prodhojë njerëz besimin. Bota është kisha jote. Zoti ka vendosur në këtë vend që ti ta shikosh botën si vendin tënd të shërbimit, por që bota të kuptojë mesazhin që ti do të përcjellësh. Ti do të flasësh në një mënyrë të qartë dhe në një mënyrë të thjeshtë. Ti do të adresosh dhimbjen. Ti do të adresosh dashurinë. Ti do të adresosh urrëtitjen, por ti do të adresosh dhe varfrinë, dhe problemet sociale, dhe problemet politike që bota ku Zoti ty të ka vendosur ka nevojë ti dëgjoj me një gjuhë të kuptueshme dhe jo nëpërmjet një gjuhe fetare. Nuk ka kohë për ankim, nuk ka kohë për pakënaqësi, nuk ka kohë për murmuritje. Ne do të bëjmë betejën ton në vendin ku Zoti ne na ka dhënë. Ruajeni. Shenjtëria e djeshme nuk garanton qëndrueshmërinë e sotme. Shumë rrëzime të njerëzve të Zotit nuk fillojnë me gjëra të këqija, por me gjëra të mira të cilat dalin jashtë kufive, jashtë kufirit. Ne humbim sensin logjik të masës. Noeu është vetëm. Nuk ka një strukturë, nuk ka një pastor, nuk ka një kish, një komunitet besimi, është vetëm. Dhe shpesh izolimi krijon hapësira për dobësi. Asnjëri nga ne nuk është imun përkundrejt mëkatit. Përmbytja ndryshoi botën, por nuk ndryshoi natyrën e njeriu. Mësimet e mëdha janë këto. Askush nuk është mbi tundimin. Fitoret shpirtërore gjithnjë duhet të shoqërohen me vigjilencë frymore, mos e ul mbrojtjen pas suksesit, sepse djalli nuk të sulmon vetëm kur ti je duke përplasur me të në betejë, por edhe kosi ti pushon. Disiplina shpirtërore është garancia për të mbrojtur karakterin tënd, jetën tënde. Nuk është shumë e rëndësishme se si fillon gara, si fillon ecja jote me Zotin, por është shumë e rëndësishme si vazhdon dhe si përfundon në fund. Njeriu i drejtë, Noeu, një heroj besimit, tashmë është i dehur. Kami zbulon lakurisinë e babës tek vëllezërit. Dy vëllezërit e vet, Semi dhe Jafeti, e mbulojnë lakurisinë e babës tyre, sepse duan babain. Mbulojnë zhveshjen e tij sepse kuptojnë që ai ishte rrëzuar. Ata nuk e mohuan në realitetin miq, por zgjedhin nderimin përkundrejt ekspozimit. Dhe Bibla thot dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. Jo për ta fshehur mëkatin, të keqen, jo për të mos u marrë me të keqen dhe mëkatin, por për të ruajtur dinjitetin. Njëra prej të vërtetave të thella të këtij mesazhi sot. Si reagon ti përballë dobësisë së tjetrit? Tregon atë që ti je në të vërtetë. Si reagon ti përballë rrëzimit të tjetrit, mëkatit të tjetrit, nevojës të tjetrit për shpëtim, për ndihmë, për shërim, tregon atë që ti je në të vërtetë. Mos e ndërtoj identitetin tënd mbi dobësinë e dikujt tjetër. Nderimi nuk është reagim ndaj përsosjes, por është zgjedhje e karakterit. Ndaj, nderoni, keni sjellje nderuese në familje. Nëse mendoni që nuk është një problem, unë do t'i jap vetes liri për të mëkatuar, asnjëri s'do marrë vesh, gabojeni. Sepse ai që bëhet fshetësi do dalë në dritë. Mallkuar qoftë Kanani, i biri i Kamit. Pra mallkimi që meritonte baba, Kami, ky mallkim bie mbi birin e Kamit që e ka emrin Kanan. Po në farën e Kananit dhe të nipërve dhe stërnipërve dhe bijve dhe bijave në vijim të udhëtimit njerëzor që vijon nga kjo linjë gjaku, nga linja e Kananit, kemi dhe popujt e Sodomës dhe të Gomorrës. Zoti po më zbulon nëpërmjet këtij mesazhi që unë kam nevojë për një ndërhyrje hyjnore në jetën time, në dimensionin shpirtëror, që kjo hallk të kputet, pra mallkimet të zëvendësohen me bekime, por që këto mallkime të zëvendësohen me bekime, unë jam hallka që duhet të kpus linjën e mallkimit. Si mund ta kpus unë këtë hallk? Vetëm nëpërmjet rrëfimit të mëkatit tim përpara Perëndis dhe pranimit të Krishtit si shpëtimtar dhe Zot.
Krishti na çliron nga mallkimi, thot Bibla. Dhe Krishti na jep mundësinë për fillime të reja. Mëkati që nuk përballet, institucionalizohet, kur territori mbart shpirtin e brezave, mëkati shndrohet në demografi. Rebelimi ndaj së vërtetës shndrohet në ideologji e kundërt me Biblën. Mëkati duhet përballur në rrënjë, jo vetëm tek simptomat. Nëse Zoti ta zbulon mëkatin, mos e justifiko, mos e fshi, emërtoje dhe pendohu. Rikthe kulturën e nderimit në familje, në kishë, ndërtoj një trashëgimi shpirtërore dhe mos lejo që historia jote të bëhet profeci për brezat e ardhshëm. Ti mund ta thyesh ciklin e mallkimit. Në histori Zoti gjithmonë ka ngritur njerëz të cilët thyen ciklet. Nga një linjë e mallkuar, Zoti nëpërmjet teje mund të krijojë një linjë të re shpenguese. Bekimi